Sa i përket asaj se është bë obligim namazi, kjo argumentohet obligueshmëria e namazit me Kur'an, me Sunet dhe me ixhma. Të gjithë e dim se i përket Kur'anit kemi ajete kuranore ku Allahu xhaleshanuhu urdhëron për faljen e namazit. Për shembull, në surën Al-Hajj ajeti 78 thot: "Fa aqimu s-salata wa atu z-zakata", dhe falja namazin dhe jepnja zakatin. Ndërsa hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumë, po ne do të përmendim atë që të gjithë ne e dim: Bunia al-Islamu ala khams, është i ndërtuar Islami në 5, dhe normal një prej tyre është falja e namazit. Po ashtu, siç e përmendëm, edhe vërtetohet me ixhma, me konsenzus nga të gjithë dietarët se namazi është obligim dhe nuk bën të lëshohet. Andaj të gjithë dietarët janë në ujdi se nuk ka lëshim në namaz, apo lëshim të ketë për namaz.